Baballarët, histori reale. Unë jam Anila Bega, specialiste zhvillimi në fëmijërinë e hershme, autore dhe krijuese projektesh edukative dhe kulturore. Kam një eksperiencë 29 vjeçare në punën me fëmijët, prindrit dhe komunitetin arsimor në Shqipëri, si dhe në shtete si Amerika, Izrael, Belgjik dhe Itali. Baballarët, histori reale është një platformë komunikimi që sjell në qendër figurën e babait modern përmes rrëfimeve të sinqerta, emocionale dhe reale. Projekti nuk synon të idealizojë figurën e babait, por ta humanizojë atë duke krijuar një hapësirë ku burrat flasin si baballar, jo thjesht si figura shoqërore. Ky projekt synon të ndërtojë një arkiv emocional dhe edukativ për prindërimin përmes historive personale të baballarëve me fëmijë të moshave të vogla. Baballarët sot nuk janë më figura të heshtura në prindërim. Ata janë pjesë aktive e rritjes emocionale, edukative dhe sociale të fëmijëve. Projekti lind nga nevoja për t'i dhënë zë kësaj figure, për ta paraqitur prindërimin si një rrugtim njerëzor dhe jo si një standard të paarritshëm. Cili është qëllimi i projektit tonë? Të promovojmë babain ndërgjegjshëm dhe emocional. Të krijojmë një dialog real mbi sfidat dhe bukuritë e prindërimit. Të forcojmë lidhjen baba-fëmijë përmes reflektimit dhe vetdijes. Të ofrojmë modele reale për prindrit e rinj. Të normalizojmë ndjeshmërinë mashkullore në prindërim. Këto objektiva ne do t'i realizojmë në episode javore me baballarë të moshave dhe profesioneve të ndryshme. Do të trajtojmë tema si dashuria, frika, lodhja, krenaria, gabimet, rritja personale. Ideja është të krijojmë një komunitet dëgjuesish prindëror dhe familjar. Duam me gjithë shpirt të rrisim ndërgjegjësimin social për rolin e babait në fëmijërinë e hershme dhe të pozicionojmë projekti si referencë kulturore dhe pse jo edukative. Projekti do të zhvillohet në Kopshtin Shalom. Gjasa e projektit është profesionale, etike dhe emocionale, duke kombinuar ekspertizën edukative me komunikimin njerëzor. Interesat e prindërve sot janë modele reale, jo ideale, dialog, jo gjykim, histori të ngjashme me të tyret, ndihmë sociale dhe edukative, përfaqësim të babait si figurë aktive. Unë jam Nila dhe ju mirëpres të na bashkoheni në Baballarët, histori reale.